diplomatike. Pra janë të parësyshëm amerikanët, po kuptohet që përderisa nuk kanë zgjidhje nëpërmjet luftës, ata do përpiqen që të vazhdojnë negociatat, që të fitojnë kohë dhe dal nga dal të humbet nga rendi ditës së mediave amerikane dhe botërore. Dhe tani kanë filluar zgjedhjet parlamentare në SBA, kanë filluar primaret në Partinë Republikane dhe Partinë Demokratike, dhe fokusi i votuesve amerikan dal nga dal do të fokusohet në çështje të brendshme të politikës së brendshme amerikane, dhe kuptohet që për të gjithë vështirësitë ekonomike që i kanë, do ta dënojnë Partinë Republikane në këtë zgjedhje, pra mund të mbetemi në një status quo. Tani ka gjasa që për shkak se Trumpi don të tërhiqet nga kjo luftë, mirë po nuk mund të tërhiqet për shkak se nuk mund të shpall fitore. Mund të mbëj pas vizitës në Kinë, ndoshta mund të bëj ndonjë sulm 2 javor, 3 javor dhe të shkatroj edhe infrastrukturën civile të Iranit dhe të tërhiqet, fjala se ja e dërguam Iranin në kohën e Gurit, u shkatruam bazat ushtarake, aviacionin, flotën detare, centralet bërthamore dhe fjala të tërhiqet si një fitues para zgjedhjeve, dhe kuptohet që do ta besoj publiku apo votuesit republikan konservator Trumpin, për shkak se është e lehtë të manipulohet ajo masë e kontrolluar me dekada nga propaganda izraelite amerikane apo e Amerikës, dhe besoj që kjo mund të ndodhë, mirë po kuptohet që pas kësaj rendi botëror më do të ndryshoj dhe shtetet islame së bashku me Iranin do ta kontrollojnë lindjen e mesme dhe të gjithë bazat ushtarake amerikane do të tërhiqen prej aty dhe Izraeli do të disiplinohet si shtet, që do të thotë do duhet patjetër që të gjithë qytetarët të konsiderojnë të barabartë nëse don të ekzistojë si shtet, pra edhe palestinezët të kenë të drejtat e plota të tyre si qytetarë të atij rajoni. E qartë, zë Dauti, nga ana tjetër, mendoni se Izraeli mund të veprojë i pavarur ushtarakisht për pa pasur mbështetjen e Washingtonit pasi një deklaratë e Benjamin Netanyahut thuhet se Izraeli dëshiron të heqë dorë nga miliardet amerikane brenda një dekade, e cila sigurisht që po shihet si një sinjal historik për një ndryshim të madh strategjik në raportet sa i përket SBA-s dhe Izraelit. Tani Netanyahu e njeh politikën amerikane shumë mirë, për shkak se ka qenë edhe në vitet e 80-ta ambasadori i Izraelit në OKB, pra ka jetuar në New York dhe e din se çka mendojnë amerikanët dhe kuptohet anketime të ndryshme dalin në kohë të fundit në Amerikë që prestizhi i shtetit të Izraelit ka rënë shumë tek qytetarët amerikan dhe kritika më e madhe që ka bëhet kundër Izraelit është pse ne ndihmojmë ushtarakisht Izraelin, përderisa Izraeli me parat e taksapaguesve amerikan është duke bërë gjenocid, pra është duke i vrarë fëmijët në Gaza, 10.000 fëmijë ka vrarë, dhe Trumpi është i vetëdijshëm, në fakt Netanyahu është i vetëdijshëm për këtë, dhe prandaj ai i adresohet publikut amerikan dhe thotë që po keni të drejtë, ne nuk kemi nevojë që të marrim taksat e juaja apo parat e buxhetit amerikan dhe ne dal nga dal do të tërhiqemi nga mbështetja e taksapaguesve amerikan, pra kjo është vetëm për të fituar kohë, për shkak se Izraeli është i vetëdijshëm që pa parat amerikane nuk mund të ekzistojë në lindjen e mesme, industria izraelite nuk mund të ekzistojë aty, sidomos pa mbështetjen amerikane, të ushtrisë amerikane. Dhe është e pamundur që të sulmohet Irani pa ndihmën e SBA-s. Këtë e pam edhe në luftën 12 ditore, kur e sulmoi Izraeli Iranin dhe pas 10 ditëve e lutnin Iranin që të bëj armpushim, po nuk është se edhe ai sulmi ishte pa ndihmën e SBA-s dhe perëndimit. Pra të gjithë cisternat i furnizonin aeroplanët ushtarak të Iranit që ta sulmoi Iranin dhe kuptohet që të gjithë shtetet e Gjirit Persik dhe bazat ushtarake amerikane e suportonin Izraelin në ata luftë
Pra nëse tërhiqet mbështetja amerikane, tërhiqen radarët e ushtrisë amerikane, nuk furnizohet Izraeli me raketa kundërajrore, besoj që brenda 1 jave, 2 jave, Izraeli përfundimisht do të zhduket nga harta politike e botës, pra do të okupohet edhe me komsori, qofshin ata ushtarë të Hezbollahut që do të hynin në territor të Izraelit, qofshin ata palestines që do të armatoseshin, qofshin ata një koalicion mes Egjiptit dhe Turqisë, që Turqia me ushtarët e tyre dhe të hyjë nëpërmjet Sirisë, përderisa ushtria e Egjiptit nëpërmjet Gazës, dhe do të kemi shpartallimin e Izraelit brenda 2-3 javëve. Pra është e pamundur që Izraeli të shpall luftë Iranit në këtë situatë pa mbështetjen e Perëndimit apo pa mbështetjen e NATO-s. E qartë, mirë, zë Dauti, për të mbyllur, ndërkaq në të njëjtin kohë që flet për distancim financiar nga Amerika, Netanyahu kërkon edhe një forcim të lidhjeve me vendet e Zhirit. Apo ndërton tashmë Izraeli një arkitekturë të re të quajmë sigurie në lidhjen e mesme ku shtetet arabe pra të Zhirit të bëhen edhe partnerët kryesorë strategjik? Po tani ka plane të ndryshme Izraeli, sidomos kryeministri i Izraelit është duke jetuar në një iluzion. Ai beson që e kontrollon botën, e kontrollon rendin ndërkombëtar me mbështetjen e çifutrisë ndërkombëtare. Po unë besoj që kjo është një iluzion. Ai thotë që me ndihmën e Emirateve të Bashkuara, ata e kontrollojnë për shembull dhe bëjnë lufta qytetare që i mbështesin në Yemen, në Somali, në Libi, në Sudan. Të gjithë këta luftëra nxiten nga Izraeli dhe implementues apo financuesit të gjithë këtyreve janë Emiratet e Bashkuar, sidomos Dubai dhe Abu Dhabi, dhe kanë një projekt po ashtu edhe me Indin. Pra Indin kanë arritur që ta tërheqin në zonën e tyre. Dhe nëse shiqojmë investitori më i madh në Dubai është pikërisht kapitali i Indis, dhe kemi lajmin e fundit tani që kryeministri i Indis do ta vizitojë Emiratet e Bashkuara brenda kësaj jave. Dhe është një projekt që India dhe Izraeli të hynë në një bashkëpunim të thellë së bashku me Emiratet e Bashkuara, pra që Izraeli dal nga dal të largohet nga ndikimi apo nga mbështetja amerikane, për shkak se amerikanët tani e kanë kuptuar që nuk mund mbështetja e Izraelit nga SBA të jetë e pafundme, këtë sidomos e kuptojnë ata që bëjnë podcaste konservator dhe ata të cilët e mbështesin Izraelit, pra të gjithë shiquesit ju largohen dhe askush më nuk i ndjek mediat e tyre, përderisa ata podcaste që bëjnë kritik kundër Izraelit vuritet numri. Pra është një trend në Amerikë dhe po ashtu edhe kandidatët për deputet të Partisë Demokratike tani distancohen që të marrin fonde nga lobi izraelit për shkak se nuk është trend tani dhe votuesit kanë filluar që të pyesin nga financohen ju. Nëse financohen nga Izraeli, atëherë nuk i votojnë ata kandidat dhe ka gjasa që të humben, pra distancohen politikanët amerikanë nga Izraeli. Dhe tani Izraeli ka arritur që nëpërmjet propagandës, korrupsionit të hyjë në politikën e Indis dhe thotë që tani ne nëse largohemi nga SBA-ja do të lidhemi me Indin për shkak se nuk mund me Kinën që të bëjnë që ta shfrytëzojnë Kinën, përderisa Indin mund ta shfrytëzojnë për shkak se i kanë blet të gjithë mass mediat e Indis dhe përderisa India është një demokraci, kjo është në favor të qifutrisë ndërkombëtare, për shkak se qifutria ndërkombëtare arrin që ta blej edhe pozitën dhe opozitën, të bëjë një opozitë të kontrolluar. Mirë po këta janë plane dhe iluzione që nuk do të mund të realizohen, mirë po shpresa vdes e fundit. Unë besoj që tani nëse shpejti do të shiqojmë shpartallimin e shtetit të Izraelit, kështu si që e njohim, do të shiqojmë largimin e ndikimit të SBA-s nga lindja e mesme dhe lindjen e mesme do ta kontrollojnë shtetet islame dhe do të hyjmë në një rend ndërkombëtar dhe qifutëria ndërkombëtare do ta humb pozicionin çka e ka për shkak se të gjithë ne çka merrim